uroj mirëseardhje në hapësirën informative Shqipëria Sot. Unë jam Kasandra Palje dhe së bashku do jemi në minutat në vim për të përcjellë të gjitha zhvillimet kryesore. Do ndalemi më njëherë tek ajo se çfarë ndodhi në Memalia mbrëmjen e djeshme, ku në skenën e krimit ku vrat 30 vjeçari Endri Goxhaj dyshohet të ketë patur shkëmbim zjarri pasi i plagosur. Ka mbetur edhe vëllai i autorit. Donald Nela, personi që qëlloi për vdekje Goxhajn, është arratisur dhe është shpallur në kërkim. Policia ka shoqëruar dhe po merr në pyetje dëshmitar dhe familjar për të mosuar motivet e krimit. Do ndjekim në këtë moment një material përmbledhës se çfarë ndodhi mbrëmjen e djeshme në Memalia dhe më pas do rikthehemi me lidhje të drejtë për drejtë me kolegun Elidon Berberi për tjera të dhëna. Personi që shihni në këtë fotografi është 30 vjeçari Endri Goxhaj, i cili ndroi jetë mbrëmjen e së martës pas breshërisë së plumbave në afërsi të një lokali në qendër të Memaliajt. Sipas informacioneve paraprake, ngjarja e rëndë ndodhi për shkak të një konflikti mes autorit Donaldo Nela dhe viktimës Endri Goxhaj. Zanafilla e kësaj përplasje duket se ka qenë e hershme, pasi mes Goxhajt dhe Nelës ka patur konflikte të mëparshme. Donald Nela, i njohur edhe me mbiemrin Tupja, rezulton me precedent penal për trafik droge në Greqi. Në këtë përplasje të armatosur në rrethana ende të paqarta ka mbetur i plagosur rënd vëllai i autorit, 25 vjeçari Dario Nela. Ngjarja u regjistrua afare pranë lokalit të Sali Kalemit, xhaxhai i Adriatik Kalemit. Adriatik Kalemi është vëllai i Shushuri Kalemit, i cili ishte një nga 3 të vrarët 3 vite më parë në atë që njihet si masakre Memaliajt. Një grup i posaçëm hetimor po punon për mbledhjen e provave dhe dëshmive për zbardhjen e plotë të krimit, ndërsa janë ngritur postobllogje në akset kryesore të zonës për lokalizimin dhe arrestimin e autorit të ngjarjes, i cili u largua menjëherë pas krimit. Dhe si kundër thash, do vëmë të mbetemi po tek kjo ngjarje, lidhemi menjëherë me kolegun Elidon Berberi. Elidon, cilat janë pistat kryesore ku po përqendrohen hetimet një ditë pas vrasjes? Kasandra, përshëndetje dhe vetëm disa minuta më parë më është konfirmuar që në stacionin policor të Memaliajt në bashkëpunim me drejtorinë vendore të Gjirokastës, së policisë së Gjirokastës, por edhe të prokurorisë së këtij qyteti, janë thirrur 6 familjarë nga të dyja palët për të dhënë deponimet e tyre lidhur mbi atë çfarë mund të kenë informacion që ka shënuar e këtë ngjarje të rëndë mbrëmjen e djeshme në Memaliaj, dhe nga ato fakte të dhëna që bën me dije grupi i hetimit, mësohet se të gjitha familjarë vazhdojnë të këmbgulin që ngjarja ka ardhur si pasojë e një konflikti të qasit, duke mohuar në këtë mënyrë që mund të kemi një pasoja të mëparshme që kanë sjellë në këtë ngjarje të rëndë. Ende në kërkim është autori i dyshuar i kësaj ngjarje, Donald Nela, një emër ky i cili praktikisht është me precedent penal për drejtësinë shqiptare për prodhim dhe trafikim të lëndëve narkotike, dhe vijon të jetë në kërkim si autori dyshuar i vrasjes të shtetasit Endri Goxhaj, 30 vjeç, ndërmjen e djeshme në Memaliaj, ndërsa vëllai i autorit Dario Nela vijon të jetë në reanimacionin e Spitalit Rajonal të Gjirokastës pas ndërhyrjes kirurgjikale që ai i ushtrua mbrëmjen e djeshme. Tashmë ndodhet në reanimacion, mësohet se është jashtë rrezikut. Konsiderohet si dëshmia bazë e cila do të zbardhë këtë ngjarje të rëndë, por ajo do të kryhet menjëherë pasi ky shtetas të jetë në gjendje të japë prononcimet e tij ndaj grupit hetimor si person që ka qenë në ngjarje, ndërsa ende edhe policia nga ana tjetër, përveç se deklaratës dhe deponimeve të familjarëve, ngelet tek pista e vetme që për momentin ka qenë një konflikt i qasit, nuk ka patur shkëmbim zjarri, më është pohuar nga uniformat blu, ndërsa shtetasi Donald Nela, siç e thash, i dyshuar vijon të ngelet në Arati, ku në ndihmën e bluve të Gjirokastës kanë ardhur që mbrëmjen e djeshme edhe forcat Renea. Janë sekuestruar të gjitha kamerat e sigurisë aty ku ka ndodhur edhe kjo ngjarje, pikërisht planet që shohim edhe në ekran, të cilat pritet të zbardhin këtë dinamikë edhe në qoftë se do të kemi patur apo jo dy e plagosjes së vëllait të autorit, Elidon. Në qoftë se do t'i referohemi deponimeve apo burimeve të mia pranë grupit hetimor, mësohet se
nuk kemi patur shkëmbim zjarri dhe detyrimisht ajo që ka ndodhur ka ardhur si pasojë e shkrehjes së armës nga autori i dyshuar dhe mund ta konsiderojmë si një plagosje aksidentale të paktën deri në këtë moment. Pra siç e thash, informacionet janë shumë të rezervuara nga grupi hetimor për të eliminuar në këtë mënyrë apo mos patur edhe gabime në raste të tilla ku për fat të keq nuk kanë munguar, ku janë shënuar edhe ngjarje të rënda, por më tepër kur kemi parasysh faktin që kemi të bëjmë me humbje jete. Të gjashtë ata familjarë që janë shoqëruar në stacionin e policisë në Maliaj kanë deponuar që nuk dim të kemi patur konflikte të mëparshme me midis viktimës edhe autorit. Megjithatë, kjo është një pjesë që nuk mund të hidhet poshtë ende nga grupi hetimor, pasi janë të gjitha variantet e mundshme, ato që po merren në konsider dhe po shqyrtohen në mënyrë të imtëshme, se në qoftë se kemi të bëjmë vërtet me një konflikt të qastit apo me një përplasje të mëparshme të këtyre dy shtetasve, që siç e thash, i vetmi me procedent penal ka qenë autori i dyshuar i ngjarjes për trafik dhe prodhim të lëndëve narkotike, ndërsa detyrimisht ajo që do të zbardhë përfundimisht këtë ngjarje dhe të japi edhe versionin e dur edhe zyrtar do të jetë deklarata e 25 vjeçarit vëllait të autorit, i cili tashmë është ende në narkozë dhe menjëherë pasi ai jetë në gjendje shëndetësore për të dhënë deponim, sigurisht që dhe ne do të kemi informacione më të detajuara dhe më të shtuara lidhur mbi këtë vrasje. Çfarë dihet, Elidon, për raportet mes autorit dhe viktimës? Ata njiheshin më parë apo jo? Kasandra, flasim për një qytet shumë të vogël si Memaliaj, ku popullata dhe numri i banorëve është detyrimisht në numër shumë të vogël. Njoftjet janë detyrimisht të mëdha njëri tjetrit, nuk mungojnë në lidhje midis kryshtive apo atyre fisnore, por përpos të gjithave këtyre deri në këtë moment nuk mund të themi që asnjë nga këto lidhje, në qoftë se do të ekzistonin mes palëve, mund të jenë pjesë e hetimit, të paktën deri në këto momente. E kuptoj. Mirë, Elidon, unë të falenderoj për këto detaje që ndave deri në këto momente sa i takon kësaj ngjarje të rëndë. Dhe do ndalemi në fakt tani tek një zhvillim i minutës së fundit të kryeministri Edi Rama, i cili është takuar me homologun e tij grek, me Kyriakos Mitsotakis, ku në një njoftim në rrjetet sociale ka reaguar duke thënë se na lidh një miqësi e posaçme, e farkëtuar në rrugën e përbashkët të ambicjes për të modernizuar vendet tona dhe për të ngritur marrëdhëniet shqiptaro-greke në një nivel të ri. Përgjatë kësaj rruge, thot kryeministri, jo vetëm momentet më të mira, por edhe ato më të vështira janë karakterizuar gjithnjë nga komunikimi plot respekt dhe padorashka, ndërkohë që po punojmë për kapërcimin përfundimtar të gjitha çështjeve të mbartura mes të dyja shteteve për të dalë nga ky vit me një marrëveshje të re partneriteti strategjik. Është kryeministri Rama, i cili rikthehet në Greqi, ku ka nisur vizitën e tij zyrtare traditore dhe është takuar me homologun Mitsotakis 4 vite pas vizitës së fundit në shtetin grek, në një klim politike shumë të mirë me Athinën, pasi kanë lënë prapa debatet që nga burgosja e Belerit. Rama dhe Mitsotakis pritet të diskutojnë për thellimin e marrëdhënieve dhe bashkëpunimit Shqipëri-Greqi. Në këto momente ne shohim edhe pamjet e mbërritjes së kryeministrit Edi Rama, nga ku pritet nga homologu i tij grek Kyriakos Mitsotakis, 4 vite pas vizitës së tij të fundit në shtetin grek. Shohim përqafime dhe një takim të ngrohtë mes dy homologëve, shqiptar dhe grek, dhe ku pritet që të diskutohen një sër marrëveshjesh, thellimi, bashkëpunimi mes të dyja shteteve, ndërkohë që me sa duket është Athina zyrtare që nuk ka më dilema dhe është rikthyer mbështetje së plotë për anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Edhe në këto momente shohim pamjet nga takimi dhe nga pritja mes dy homologëve, mes kryeministrit Edi Rama dhe kryeministrit grek Kyriakos Mitsotakis.
pam një përqafim dhe një pritje të ngrohtë nga ana e kryeministrit grek Kyriakos Mitsotakis për kryeministrin shqiptar Edi Rama, ku edhe në rrjetet sociale kryeministri thot se na lidh një miqësi e posaçme farktuar në rrugën e përbashkët ambicjes për të modernizuar vendet tona dhe për të ngritur marrëdhëniet shqiptaro-greke në një nivel të ri. Përgjatë kësaj rruge, jo vetëm momentet më të mira, por edhe ato më të vështira janë karakterizuar gjithnjë nga komunikimi, plot respekt dhe padorashka, ndërkohë që po punojmë për kapërcimin përfundimtar të gjitha çështjeve të mbartura mes dy shteteve për të dalë nga ky vit me një marrëveshje të re partneriteti strategjik. Mirë, kemi lërgu kështu këtë informacion minutës së fundit se takon vizitës zyrtare traditore që po zhvillon kryeministri shqiptar në Athinë, ndërkohë ne do rikthehemi në fakt sërish ngjarjes së Memaliajt me kolegen Blona Prengza, e cila ka mundur të marrë më tepër detaje sa i takon ngjarjes së rënd në Memaliaj me një të vdekur dhe një të plagosur rënd, dhe kam në një lidhje të drejtë për drejtë. Blona, të përshëndes, ti ke patur mundësi edhe të sigurosh më tepër detaje sa i takon ngjarjes në Memaliaj, çfarë dihet për të plagosurin, për 25 vjeçarin Dario Nela? Dy persona janë shpallur në kërkim për vrasjen e ndodhur një natë më parë në Memaliaj, ndërkohë nga ana e grupit hetimor 17 persona janë shoqëruar dhe marrë në pyetje. Ende nuk dihet saktësisht motivi i ngjarjes, pasi edhe personat e marrë në pyetje nuk kanë dhënë informacione të dobishme përpara grupit hetimor, ndërkohë sipas informacioneve, vëllai i autorit, njëkohësisht i plagosur Dario Nela, është dhëndër në fisin Kalemi. Viktima Endri Goxha nga ana tjetër rezulton të jetë një person me precedent të mëparshëm penal, ndërkohë sa i përket ngjarjes që ndodhi në orën 20:50 mbrëmjen e kaluar pikërisht në lokalin e Sali Kalemit, i cili është xhaxhai i Adriatik Kalemit, ky i fundit vëlla i shoqëri Kalemit që u vra në masakrën me 3 viktima në Memaliaj. Sipas informacioneve dyshohet që edhe pra fisi Kalemit të kenë gisht në këtë ngjarje të ndodhur, ndërsa është një informacion paraprak që pritet të vërtetohet në minutat e mëtejshme. Nga ana tjetër, ashtu siç e thash, vëllai i autorit, njëkohësisht personi i cili mbeti i plagosur me 4 plumba, Dario Nela, është dhëndër në fisin Kalemi. Ngjarja e rënd ndodhi rreth orës 20:50 në Memaliaj, ku pas një konflikti Donald Nela, 29 vjeç, qëlloi me armë zjarri duke e lënë kështu të vdekur Endri Goxhën, 30 vjeç, i cili duhet thënë humbi jetën gjatë kohës që po transportohej në spital. I plagosur, por në kushte të paqarta, në rrethana ende të paqarta për grupin hetimor, mbeti edhe Dario Nela, vëllai i autorit të dyshuar, 25 vjeçari, me njëherë u transportua për ndihmë mjekësore në spital, ashtu siç e thash më parë, ky i fundit ka marrë 4 plumba, ndërkohë nga ana e grupit hetimor janë ngritur edhe postobllogje në zona të ndryshme për të bërë të mundur kapjen e 2 personave në kërkim, ndërsa sa i përket personave të tjerë të cilët janë shoqëruar nga grupi hetimor dhe marrë pyetje nga këto të fundit, ende nuk ka një detaj të dobishëm për këtë ngjarje që mund të ndihmojë policinë e shtetit, por nga ana tjetër duhet thënë se dyshimi paraprak është një konflikt çasti që mund të ketë ndodhur ndërmjet autorit dhe viktimës. Pritet në fakt që të zbardhet e plot kjo ngjarje nga grupi hetimor, nëse ka një histori të mëtejshme apo të mëparshme për konflikte të mëparshme midis viktimës dhe autorit. Ose mbetet për të parë në fakt, duke qenë se është edhe dhëndër në fisin Kalemi, duke kujtuar këtu masakrën e Memaliajt me 3 viktima. Ndërkohë, Blona, për të ndalur së bashku edhe tek një tjetër zhvillim që lidhet me një operacion të gjëra antidrog në Tiranë, cilat janë detajet që ke mundur të sigurosh, sa të arrestuar kemi, sa të shpallur në kërkim dhe sira policia në gjurmët e këtyre personave?
Sa i përket operacionit I cili nisi në orët e para të mëngjesit të së martës dhe përfundoi në orët e vona të mbrëmjes së djeshme, janë arrestuar 15 persona nga 36 masa sigurimit të dhëna nga Prokuria e Tiranës, 16 persona të tjerë vijojnë të jenë në kërkim, ndërsa 5 prej personave ndaj të cilëve është lëshuar masa e sigurimit arrest me burg, këta të fundit janë arrestuar gjatë periudhës hetimore. Në kuadër të këtij operacioni u sekuestruan lëndë narkotike, përkatësisht 60 kg kanabis, 2 kg kokain, shumë të mëdha parash, duke filluar nga 120.000 euro, 60 milion lek dhe 5.000 pound, por nga ana tjetër janë sekuestruar edhe armë zjarri, pikërisht një pistolet dhe 3 armë gjahu. Bëhet fjalë për persona të cilët funksiononin në grupe të ndara dhe shpërndanin lëndë narkotike në zona të ndryshme të kryeqytetit, por edhe në afërsi të shkollave, sipas informacioneve që kemi marrë nga grupi hetimor. Vetëm 15 prej personave ndaj të cilëve u lëshua mas sigurimi nga prokuria, pra janë vetëm 15 arrestuar deri në këtë moment, ndërkohë 16 të tjerë vijojnë të jenë në kërkim. Qartë, Blona, faleminderit për detajet që ndave në këtë raportim të drejt për drejt. Ne do ndalemi te një zhvillim I minutës së fundit që lidhet me lëvizjet reja në drejtimin e institucionit penitenciar në Durrës. Lidhemi direkt nga Durrësi me kolegu Leonida Mizani. Leonida, është emëruar drejtori I ri I burgut të Durrësit. Duhet thënë që po merr detyrën një periudhë zhvillime të rëndësishme në këtë institucion, ku fokus është siguria, duke kujtuar këtu aratisjen e Altin Docit, që pas asaj periudhe ka patur zhvillime në drejtimin e këtij institucioni. Po, është e vërtet, në fakt, Kassandra, pasi vetëm në harkun e 100 ditëve të fundit, burgu I Durrësit ka ndryshuar 3 drejtues. Fillimisht ishte Idrit Cëlloj, I cili largua nga detyra pas arrestimit të tij, pas aratisjes Altin Docit, ndërkohë më pas u emërua një tjetër person, Edmond Llabani, I cili fatkeqësisht u mbjetën pak kohë më parë si pasojë një hemorragjie cerebrale, ndërsa ditën e sotme është emëruar Serian Mazreku në krye të burgut të Durrësit. Serian Mazreku është një personazh I njohur në qytetin e Durrësit, ku më herët ka drejtuar edhe njësinë administrative të zonës së Knetës. Ai ka marrë detyrën pikërisht paraditën e kësaj të mërkure, ku është prezantuar nga drejtuesit në prorët e tij. Burgu I Durrësit, që kemi thënë më herët, ju e thatë edhe pak në fillim të kësaj lidhje, është një ndër burgjet më problematikë për sa I përket sigurisë, për vetë faktin se më herët që përpara aratisjes së Altin Docit, 10 personazhe të botës së krimit ishin pikërisht të vuanin burgimin pikërisht në burgun e Durrësit, por me aratisjen e Altin Docit më pas u spastruan të gjithë personat me precedent të rënd të kriminal dhe personat të cilët ishin problematik janë larguar drejt burgut të Fierit dhe burgut të Peqinit. Ditët e fundit ka patur një situatë krejtësisht ndryshe krahasuar me muajt paraardhës, pasi situata është qetësuar. Aty vuajnë dënimin vetëm disa prej politikanëve të cilët janë të arrestuar nga drejtësia shqiptare dhe një pjesë e personave të cilët nuk njihen për shkelje të rënda, për vrasja, por edhe për trafikim të lëndëve narkotike. Pra kanë vepra penale, le të themi, më të lehta, çka do të thotë që janë personazhe më të butë krahasuar me personat të cilët u larguan pak ditë më parë drejt burgut të Peqinit dhe burgut të Fierit. Mirë, Leonida, unë të falenderoj që ndave këtë informacion të minutës së fundit. Ecëm më tej me zhvillimet në Laç dhe në Milot, janë zbuluar 3 ambiente lokale që ishin përshtatur për të organizuar lojra fati. Policia ka vënë në pranga 3 persona dhe një tjetër është shpallur në kërkim për dënat më të fundit gjatë këtij operacioni. Na I thot në këto momente kolegu Gjergj Figuri dire nga Lezhë. Gjergj, të përshëndes, cilat janë detajet që kemi nga ky aksion I policisë në Laç dhe në Milot?
Në fakt, operacioni është zhvilluar nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, e cila kishte marrë ajo informacionin se në Kurbin, në Laç dhe Milot ushtroi aktivitet për zhvillimin e lojrave të fatit duke sjellë në fakt ndërhyrjen e saj. Operacioni që është zhvilluar 2 ditë më parë, duhet theksuar, dhe vetëm ditën e sotme ka ardhur njoftimi, erdhi më njëherë pas këtyre informacioneve që kishin marrë në Policinë e Përgjithshme të Shtetit dhe në fakt nuk është bërë koordinimi me Policinë Vendore të Lezhës duke sjellë zbulimin e 3 ambienteve të përshtatura, një në qytetin Laçit dhe 2 në qytetin e Milotit, që më pas çojnë në arrestimin e 3 personave, një tjetër të shpallur në kërkim dhe një të proceduar në gjendje të lirë. Duket se sipas këtyre informacioneve, në fakt llasa çfarë bëhet me dije pas kësaj ndërhyrje, këto 3 ambiente zhvillonin këtë aktivitet prej kohësh dhe nuk ishin të ngritura së fundmi, duke bërë që në fakt të ngrihet edhe një pikpyetje sa i përket edhe mosveprimeve nga ana e policisë së Kurbinit, që në fakt duket se më së shumti i kushtoi edhe dorëheqjen e drejtorit të Policisë Vendore të Lezhës, Isidor Islami, i cili në fakt siç duket më njëherë pas këtij identifikimit të këtyre 3 ambienteve, ai ka paraqitur dorëheqjen, duket si një akt që lidhet pikërisht me le të themi përgjegjësinë administrative që ai ka ndjerë në këtë rast, por burime bëjnë të ditur se në fakt do të ketë edhe hetime të tjera për strukturat e policisë në Kurbin për mënyrën se si ata kanë menaxhuar apo edhe kanë patur mundësinë për ta identifikuar në kohë dhe për të ndërhyrë në mënyrë që këto ambiente të mos zhvilloheshin me zhvillimin e lojrave të fatit. Në fakt, njërin prej tyre, përveç makinarive të lojrave të fatit dhe tavolinave të pokurit, është gjetur edhe lëndë dyshuar narkotike, kokainë e shpërndarë në dozë dhe gati për tregtim, çfarë e bën akoma më problematike situatën, por që sigurisht tashmë do të ketë hetime të tjera në lidhje me këto 3 raste, pasi në një vend të vogël si Kurbini dhe hapja 3 ambienteve për zhvillimin e lojrave të fatit e bën le të themi më situatën më problematike dhe që kërkon hetime të tjera për të përcaktuar nëse ka patur edhe efektiv të policisë që nuk kanë realizuar detyrën e tyre për të identifikuar sigurisht dhe më pas raportuar që do të sillte ndërhyrjen e Policisë Vendore, konkretisht Komisariatit të Kurbinit në këtë rast, por që tashmë pritet në fakt vlerësohet edhe dorëheqja e drejtorit Policisë Vendore në Lezhë, Isidor Islami, nëse kjo dorëheqje do të pranohet prej drejtorit përgjithshëm të Policisë së Shtetit për të parë më pas se si do të vijohet. Duhet theksuar se edhe më herët edhe në Lezhë një tjetër ambient ishte përshtatur si pjesë e zhvillimit të lojrave të fatit, ku edhe aty u kap lëndë e dyshuar narkotike kokainë dhe kjo ka bërë që të vendoset edhe një verifikim sa i përket mënyrës me të cilën vetë strukturat e Policisë së Shtetit punojnë në këtë raste, fillimisht për të zbuluar, sepse mbetet shumë e rëndësishme zbulimi dhe fakti që këto 3 ambiente në Kurbin kanë zhvilluar aktivitetin për një kohë të konsiderueshme dhe që nuk janë identifikuar nga strukturat e Policisë Vendore në Lezhë, ka bërë që këto hetime të shtrihen për të parë nëse ka patur informacion të tyre që nuk është ndarë me Policinë e Shtetit në mënyrë që të ndërhyet, apo ka qenë një rast le të themi i panjohur për ta, por që gjithsesi priten të zhvillohen hetime të tjera në lidhje me këto raste të zbuluara së fundmi në Kurbin. Mirë, Gjergj, unë falenderoj për raportimin dhe gjitha detajet që ndave. Ne do kemi një shkëputje, do rikthehemi sërish me Shqipëria sot. Jemi rikthyer në këtë transmetim të drejt për drejt për të parë së bashku tjera informacione. 2 të rinj janë vënë në pranga në Shkodër, ndërsa një tjetër është shpallur në kërkim pas zbulimit të një ambienti të marrë me qëra që përdorej për fshehjen dhe përgatitjen e lëndëve narkotike me qëllim shitjen e tyre. Lidhemi për detajet nga ky operacion me kolegun Simon Shkreli.
Simon, përshëndes, kush janë të personat e arrestuar dhe cilat janë detajet që ke mundur të sigurosh nga ky aksion i policisë së Shkodrës? Policia e Shkodrës ka siguruar provat të mjaftueshme për të arrestuar 2 persona dhe 1 të tretë për të shpallur në kërkim në kuadër të operacionit policor Target Group. Ngjarja pra baza e tyre e përpunimit dhe përgatitjes së drogës për ta shitur në treg ndodhen në lagjen Xhabi ose siç quhet ndryshe në Shkodër lagja Manush Alimani, ku në pranga kanë rënë Nik Fusha 18 vjeç dhe Kristi Zalli 20 vjeç, ndërsa është shpallur në kërkim një 23 vjeçar. Në kuadër të këtij operacioni janë gjetur dhe sekvestruar në cilësinë e provës materiale 5 peshore elektronike, qese, një qindra qese mjekësore dhe paketime të ndryshme të lëndës narkotike e dyshuar, kanabis sativa dhe kokain, si dhe një motomjet i cili ka shërbyer për të shpërndar lëndën narkotike në përqytet. Ajo që policia ka arritur që të bie në gjurmët e këtyre personave, paktën sipas informacione ka qenë se kohët e fundit këta persona kanë filluar që të afrohen në afërsi të shkollave të mesme të qytetit të Shkodrës me qëllim shitjen e lëndëve narkotike duke përdorur këtë motomjet. Ka pasur një ndjekje të vazhdueshme të tyre deri që kanë arritur që gjejnë edhe bazën dhe menjëherë policia është futur në veprim duke sekvestruar para, një sasi parash, 5 peshore, lëndë narkotike të konsiderueshme, sasi të konsiderueshme, kanabis sativa dhe që dyshohet që kemi të bëjmë edhe me kokain, qese plastike të mjekësore për paketimin e tyre, peshore, një shkop bejsbolli. Pra, kemi të bëjmë me një operacion të dokumentuar ku personat janë kapur në flagrancë. Pra, gjurmët të tyre policinë kanë çuar ku këta kanë filluar që të afrohen afër shkollave me qëllim shitjen e lëndëve narkotike dhe ka filluar ndjekja e tyre. E qartë, mirë, Simon, faleminderit për detajet. 2 të rinj në Tepelen u plagosën rënd nga shpërthimi një granate. Ngjarja ndodhi në një ambient që përdori si magazin në fshatin Mamaj. Dyshohet se granata që ndodhi aty ka shpërthyer aksidentalisht, duke ju shkaktuar djegje të rënda 2 të rinjve. Ata u dërguan për trajtim më të specializuar mjekësor nga Memalia drejt Spitalit të Traumës në Tiranë. Pranë këtij ambienti në Mamaj të Tepelenës që shërbente si magazin gjendej një granat, shpërthimi i së cilës plagosi rënd 2 të rinj. 28 vjeçari Giulio Salaj dhe 34 vjeçari Lisien Sheu, banues në Memalia, i kanë pësuar dëmtime dhe djegje të shumta në trup. Zyrtarisht, policia thotë se ngjarja është aksidentale dhe se shpërthimi ka ndodhur në ambientin pranë shtëpisë së xhaxhait të 28 vjeçarit të plagosur Giulio Salaj. Të 2 të rinj u transportuan me emergjencë fillimisht drejt Spitalit Rajonal të Gjirokastrës e më pas drejt Spitalit të Traumës në Tiranë për shkak të gjendjes së rënë shëndetësore dhe plagëve të marra në fytyrë, trup dhe gjymtyr. Giulio Salaj ndodhet në observim dhe në gjendje stabël, ndërsa sipas burimeve spitalore ai ka plagë të shumta, kryesisht në pjesën e fytyrës dhe në gjymtyr. Edhe 34 vjeçari Lisien Sheu, i cili gjithashtu mbeti i lënduar nga shpërthimi, po merr ndihmë mjekësore tek Trauma, ku mjekët thonë se është në gjendje stabël. Grupi hetimor dhe specialist gjenier këshyren ngjarjen për të zbardhur rrethana dhe shkaqjet e shpërthimit. Shtrenjtohen karburantet, bordi i transparencës vendosi që nafta të shitet me 202 lek duke u rritur me 5 lek, ndërsa çmimi i benzinës rritet në 176 lek. Ky vendim vjen pas një rritje të çmimeve të naftës në tregjet ndërkombëtare, ku aktualisht një fuqi po shitet me rreth $98. Rriten çmimet e karburanteve në vend. Bordi i transparencës vendosi që çmimi i shitjes me pakicë si naftës do të jetë jo më shumë se 202 lek për litër, duke u shtrenjtuar me 5 lek. Më herët nafta shitej në pikat e tregtimit me pakicë me 197 lek për litër. Në mbledhjen e radhës, bordi i transparencës vendosi që të ndryshojë edhe çmimin e benzinës, i cili po ashtu u rrit me 4 lek.
Tashmë 1 litër benzin do të tregtohet me 176 lek për litër nga 174 lek. Ky vendim do të ketë fuqi deri në momentin e mbledhjes së ardhshme të Bordit të Transparencës, i cili do të reflektojë çmimet e naftës në tregjet ndërkombëtare. Ky vendim i Bordit të Transparencës vjen pasi në bursa nafta pësoi një rritje të lehtë me rreth $3 krahasuar me javën e kaluar. Nafta e papërpunuar po shitet aktualisht me rreth $98 për fuqi nga 95 që ishte më herët. Por tregjet duket se janë stabilizuar gjatë së mërkurës, pasi presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump tha se do të zgjasë armëpushimin me Iranin derisa të përparojnë bisedimet e paqes midis dy vendeve. Tregjet e energjisë kanë qenë të paqëndrueshme, që kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli sulmuan Iranin në fund të shkurtit dhe Teherani u përgjigj me kërcënime duke synuar anijet në kanalin kryesor të ngushticës së Hormuzit, e cila vijon që të jetë bllokuar. Do ndalemi tani te një tjetër zhvillim në qytetin e Vlorës. Mira familje vijojnë që të mbështeten nga skemat sociale të shtetit me fokus te kategoritë më të ndjeshme. Do lidhemi direkt nga Vlora me kolegun Eltonika. Elton, të përshëndes, cilët janë përfituesit kryesor dhe kush është prioriteti duhet thënë i autoriteteve për ndihmat sociale, të shërbimit social, po. Në fakt, vetëm gjatë muajit mars nga shërbimi social shtetëror në Vlorë kanë përfituar ndihmë ekonomike rreth 1443 familje, ndërsa më shumë se 4500 të tjera familje janë ato të cilat kanë statusin që kanë në brendësi të tyre persona të kufizuar, të ndarë ato sipas kategorive. Normalisht referuar pikërisht atyre të cilët përfitojnë ndihmë ekonomike nga shërbimi social shtetëror në qytetin e Vlorës, duhet thënë që ka kategori të caktuara dhe prioriteti jepet kryesisht familjeve të cilat kanë gra kryefamiljare, familje të cilat janë të përfshira apo kanë patur raste të dhunës në familje, individ të statusit të jetimit, të cilat marrin edhe ndihmën apo edhe për krajën sociale gjatë një muaj nga shërbimi social shtetëror. Në një intervistë të tij, drejtori i këtij institucioni në Vlorë në Koleka ka theksuar se normalisht prioritetet jetë për pikërisht këtyre kategorive të cilat i përmenda edhe pak më lart, por mbi të gjitha edhe fëmijët të cilët janë me statusin e jetimit për përfituar ndihmë ekonomike. Ai ka sqaruar edhe faktin se si duhet aplikohet ose se çfarë duhet të kërkohet pikërisht për shërbimin social shtetëror nga të gjithë ata të cilët përfshihen në skemën e ndihmës ekonomike, ndërkohë që veç shërbimi social shtetëror janë dhe institucione të tjera mbështetëse të cilat i përfshin këto kategori, qoftë familjet në nevojë me ndihmë ekonomike, qoftë familjet që kanë raste të dhunës në familje apo edhe individ që kanë statusin e jetimit, duke u mbështetur edhe nga institucione të tjera, kryesisht të mbështetit vendor, siç është Bashkia e Vlorës, e cila në bashkëpunim edhe me shërbimin social shtetëror ka pikërisht skema mbështetëse për të ardhur në ndihmë këtyre familjeve për të përfituar ndihmën ekonomike gjatë një muaj, por edhe gjatë periudhave në vijim, natyrisht duke aplikuar sipas asaj që përcakton vetë shërbimi social shtetëror. Meida Kasandra, nëse mund ndjekim edhe një pjesë të intervistës së drejtorit të shërbimit social shtetëror në Vlorë, zoti Eno Koleka, i cili referohet pikërisht për familje që përfitojnë ndihmë ekonomike në qytetin e Vlorës dhe kategorive që përfitojnë. Po, e ndjek. Për muajin mars kanë përfituar ndihmë ekonomike 1443 familje dhe janë trajtuar me pagesë për rastësinë e kufizuar 4553 familje, të ndara këto sipas kategorive përkatëse. Kategoritë më në nevojë që janë, kemi të bëjmë me familje që kanë gra kryefamiljare, familje që kanë probleme sociale ekonomike, kemi gjithashtu vajza nëna, kemi përfitues të kategorive të veçanta, siç janë statusi i jetimit dhe kategoritë të dhunës në familje. Normalisht pagesa e ndihmës ekonomike është një pagesë të kesh. Kuptohet që për sa i përket përfitimeve të tjera në shërbime, qytetarët që kanë nevojë për ndihmë ekonomike mund t'i drejtohen organizatave jo fitimprurse, mund t'i drejtohen shërbimin mbështetës të Bashkisë Vlorë për familjen dhe për fëmijën. Dhe për persona me rëndësi të kufizuar, ne në Komisionin Biopsikosociale referojmë për shërbime, që ato mund të marrin shërbime në qendrat komunitare të përkujdesit shoqëror. Aplikimi për ndihmë ekonomike në datat 1 deri në 10 të çdo muaji, pranë administratorit shoqëror, anëtarët madhor të familjes deklarojnë
të ardhurat që ato kanë, dhe pastaj sistemi në bazë të një formule të pikëzuar i nxjerr përfitues ose jo. Programe specifike referuar fëmijëve ne ofrojmë në qendrat ditore të përkujdesit për personat me aftësi të kufizuar. Duhet thënë që ka nevojë akoma më tepër për këto shërbime. Një program shumë i mirë që do të ndodhi së shpejti ka të bëjë me rritjen e pagesës për personat me aftësi të kufizuar për personat autik dhe për kujdestarët e tyre. Flitet për 2 fishim pagese. Mirë, Elton, kemi ndjekur kështu një pjesë nga intervista që ke kryer me drejtorin e Shërbimit Social Shtetëror në Vlorë. Faleminderit dhe për raportimin e drejt për drejt. Më duhet ndalem te një informacion i minutës së fundit. Duket se policia e shtetit nuk është ndalur vetëm në Laç dhe në Milot për të goditur bastet e paligjshme, por është ndalur edhe në Tiranë. Në një njoftim të sapo publikuar nga ana e policisë së shtetit, thuhet se në kryeqytet janë zbuluar 4 raste të përshtatjes së ambienteve për zhvillimin e kundërligjshëm të lojrave të fatit me makineta dhe tavolina pokeri. Janë sekuestruar 16 kompjutera për lojra fati, tavolina për lojën poker, si edhe sende të tjera që shërbenin për këtë veprimtari të paligjshme. Janë arrestuar në total nga ky operacion në kryeqytet 5 persona dhe janë shpallur në kërkim 2 të tjerë, pronar, administrator ose punonjës të këtyre ambienteve. Policia e shtetit thuhet se ka ndërhyrë bazuar në informacione të siguruara për zhvillimin e lojrave të fatit, ku janë zbuluar 4 ambiente të përshtatura për këto aktivitete të paligjshme. Është arrestuar një 34 vjeçar, më pas janë arrestuar një 47 vjeçar dhe një 42 vjeçar, po ashtu arrestime ka patur edhe të një 22 vjeçari i cili ka tentuar që të prish provat materiale në ambientet përshtatura për organizimin e lojrave të fatit, ndërkohë që policia e shtetit thotë se kontrollet kundër kësaj veprimtarie të paligjshme vijojnë edhe në subjekte dhe ambiente të ndryshme ku ka informacione se zhvillohen bastet e paligjshme. Dhe me këtë zhvillim të fundit, kemi mbritur në përfundim të Shqipëria Sot. Të tjera informacione ju mund të ndiqni duke klikuar në faqen zyrtare abcnews.al. ABC News mund të ndiqni edhe në radio në frekuencën 105 FM. Me edicionin e vizites do jeni me kolegen Fabiola Hoxha, në bashkë ndajemi këtu. Faleminderit për vëmendjen.